këta që kanë dominojnë nëpër media, kanë marrë edhe dominimin e emisionit tëmë. Kështu që të flasim barazisht, kjo garanci. Okej. Flasim barazisht. Meru me argumentor. Po, flasim barazisht. Edhe flasim... Askush nuk u për sulmon investimin. Jo, dakord, priti sekund. Arlindi jo kundër investimit, e ka pozitiv. Jo, unë e sulmoj, është mashtrimaj. Mashtrimaj. Ai s'është investim, ai është mashtrim. Si pas atyre që akuzojnë frymën e protestës dhe protestuesit, këtu ka një komplot që ka përfshirë gjysmën e globit. Shqyr që doli dhe Serbia se u bëra merak, se thash vetëm Greqia, Turqia, Irani, Sorosi, alienët, komunistët, shqyr sot doli dhe Serbia, se çudi e madhe, një komplot kaq të madh. Komunistët janë, Serbia. Marksistët janë. Se do futet në bisedë Zogaj dhe Leksi, Dimon, po jo se vetëm... Po ne I dëgjuam tani. Vazhdo zotëri në rregull. Le një fjali tjetër. Sa filloi? Pata një lloj me histori. Po ju a kujtoj, se me që kam qenë pjesëmarrës dhe dëshmitar në ngjarjet e viteve të fundit. Këto histori unë I kam dëgjuar tek protesta armëve kimike. Edhe atëherë na thoshin, investimi I madh do transformohet Shqipëria, do na fusin shpejt në Evropë, gjithçka tjetër, amani të marrim armët kimike të Sirisë, ti çmontojmë se po tham jo, do na vër Amerika një kryq të madh e do na lër të na haj Serbia, Greqia e të ringjallim traktatin e fshetë Londrës. Është e njëjti mashtrim, është përdorur atëherë, përdoret tani. S'ka qenë fare serioz. Tani, sigurisht që në një protest masive, që s'ka një forcë organizuese, mua më pëlqeu shumë një qytetare sot, që doli e para apo e dyta foli, dhe tha, të dashur qytetar, tha, këtu tha organizator secili prej jush. Në rregull? Ky është modeli protestave të shekullit 21. Kjo është populist. Dakord? Unë I studioj këto gjëra, kështu që mos përdor fjalë që mbase nuk e di kuptimin mirë, kështu që më lejo ta mbaroj. Po them. Shko se profesor në të në universitet jemi të dy, kështu që mos ma fyë inteligjencën. Ta fyë inteligjencën, po të korrektoj, dhe po të them, për populizmin e për shumë çka tjetër, unë ditë të flas edhe si profesionist I fushës. Prandaj mos I përdor fjalët pa dogan, sepse përballë ke një person që e njeh këtë gjë, kaq po them. Të njëjtin titull shkencor ke. Po mirë, dakord, po të them vetëm kaq gjë. Qendrona tem se po dakord janë të dytë tani. A ka mundësi tema, dhe po them. Populiste kjo është Po vetë. prit more se nuk është populiste gjithçka që nuk pëlqen ty. Dhe po them, që në një protest të tillë, sigurisht, duke qenë shumësi të jetë plurale, kanë ndjeshmëri nga më të ndryshmet, janë mërë dhe këto që thonë ju, edhe parrulla kundra Izraelit ka pasur, edhe ndonjë dokër ka pasur, është e pashmangshme, ka mira njerëz, dhe në mira njerëz, ti mund gjesh 2-3 vetë që kanë një ndjenjë që ore, ndonjëri aty në turm, ka shumë aty, shumë këta qesharak. Ore, nga ata në turm, ka njerëz që si pëlqej asun aty. Po patjetër, s'kan simpati për mua. Shko pyeti aty. Edhe ta japin ata se janë shumë apo jo. Po, ju ke thënë që e marksist. Të dy prit një sekond, ta mbaroj argument, do dalet e Marksit. Ta mbaroj argument. Je pranoj që ka dhe shfrytëzim të interesave tuaja. Një sekond, edhe i herë, nëse ka instrumentalizim të gjithë shërbimeve të fsheta të globit, do duhet që shërbimi informativ kombëtar ta hetoj këtë gjë dhe ta evidentoj. Po ju nuk jeni shërbimi edhe sekret shqiptar. Mendoni për të luftën hibride. Priti sekond se... E pra... Do ma lë, se pjesë e luftës hibride tani është ajo që bën qeveria. Tani çfarë bën qeveria? Është luftë hibride. Edi Rama është duke bërë teori komploti. Zotrin këtu janë duke u bërë teori komploti. Pra, janë duke defaktorizuar një shoqëri të tërë. 10 mijëra njerëz që kërkesë kryesore kanë dorëheqjen e qeverisë. Kemi pa protesta masive që kanë drill këtë vend. Kjo nuk drill kërkën kjo protestë. Është elegante, është e mirë, për nuk anulimin e këtyre projekteve si Zvërnezit dhe Rjollit, edhe abrogimin e ligjit të investimeve strategjike, edhe abrogimin e paketës maleve, edhe abrogimin e ndryshimeve revolucionit industrial, edhe abrogimin e ndryshimeve në ligjin për trashëgimimin kulturore e për zonat e mbrojtura. Pra, kërkesa ka. Po revolucion industrial tash, dukim dhe ato se. Pyetja është me thjesht. Një nga thirrjet po aq masive në këtë protest, që nuk janë nisur nga ne, po që ne ju jemi përfshirë, është pikërisht thirrja revolucion. Pra çfarë
nënkuptojnë ata mirat të rinj. Aje profesionist, revolucioni çka nënkupton? Nënkupton çdo rrugë, çdo rrugic, çdo derë, çdo biruc. Nuk ka revolucion ardhi kjo. Ata kërkojnë. Unë kam tirur për mënyrë barabartë Ndryshim, rrënjësor, demokratik, paqësor, që në shekullin e 21 nuk bëhet me pushk. Meksi, Zogaj, Zogaj lufta hibride. O ju li përset për marksizmin, lere të klasë për marksizmin. Po jam edhe tani, ironia ironive. Së është ironik? Ironia ironive. Po më lërë ta mbaroj. Ironia ironive. Thua ironinë në mbaroj të futë edhe të tjerë në bisedë. Ka përcen kufit e kësaj sale. Është që këto ditë kanë dalë në parlament dhe në media. Po e marrë me të parin që emocionua sot Sali Berisha? Doli Sali Berisha e tha, thoshte Redi Muçi, Staline, Gjergjinske, Markse, edhe tani, Sali Berisha ka qenë 25 vjet antar i partisë punës, i partisë më staliniste, pas vdekjes Stalinit. Si shumica shqiptarëve naciste. Dhe është bërë antar partije në momentin kur në Shqipëri po shkatroheshin kisha dhe xhami. Më kupton tani? Të del Sali Berisha dhe të thotë, ti je marksiste, ti je komunist. Pastaj, të del Edi Rama, të del dhe Zoti Bido, që janë përfaqësuesit e një partije që disa dekada më parë vriste njerëz në emër të Marksit. Partia e Zotris ka pas vrarë njerëz në emër të Marksit, sepse Partia e Zotris, kapitania institucionale, është po jo tani të futim edhe të tjerë e 921-shit, dhe partia staliniste e Edi Ramës, partia staliniste e Edi Ramës, në akuzon ne për komunizm. Ne po t'ja dhe një fakt stalinizmit, nesër Edi Rama ka një takim në Vlorë. Më kanë shkruar shumë qytetar nga Vlora dhe thonë, na kërcënojnë të gjithë si punojnës administrate, do na heqin nga puna në qoftë se nuk shkojmë në takimin e Edi Ramës. A ka gjë më staliniste dhe më të ndyrë se kjo që bën Partia e Zotris, dhe pastaj Zotria mund të thotë që edhe nuk ka respektuar. Kemi një rregull jo për të thënë gjë vetë. Në këtë vend thirrët me vrarë kryeministrin ata që janë krah. Stalinizëm po leja të më bëhet korruptuar. Po do përgjigjesh më Zotri se këtu jemi të futë në bisedë. Mund të kenë dignitetin. Tani, një fjalë i çajste? Akuza. Një fjalë, Zoti Ylli, ne të katërt jemi kontorno. Këtu konflikti është me Sarlindit që përfaqëson atyre që janë shesh dhe Arditit që përfaqëson. Po ju jeni më të rëndësishëm për mua, se këta kanë interesa. Kanë interesa për Ta do të marrin më shumë kohë. Po e morën pra më shumë kohë. Debati është me. Po e morën pra. dashme na vune. Po dashme na ftune. Tani këtu ka Atëre ju, atë ty përzejt ka katër. një problem të madh. Unë të flasim më pak, them. Ka një problem të madh. Po më pak, po kjo nuk do thotë që më pak këta ky Zotria që shtu në fytyrë dhe e preqi. Edhe ata të thonë fjalën e vetë. Sepse ishte direkte në Ai ishte në fushën e vetë e gjuan nuk ishte direkte. Po ti nuk përfaqëson partinë e Enver Hoxhës. Ora ai përmendi Arditi, unë jam Arditi. Jam Arditi unë. Ora ai foli për partinë e Enver Hoxhës dhe për partinë që ka vënë. Ke Arditi Çunlagje, deputeti PS-s. Dhe si Arditi. Meksi dhe Zogaj, ja të thonë ata, ja të lutem, të thonë ata. Pastaj jeti, me një herti. Hibride. Bjerë the qark bisedës, domethënë. Lufta hibride, Meksi. Madje mund po disha e fjalën. Ç'është lufta hibride tani që do të Ramazi pas teje? Kur s'lejohet për serbët me përmendet. Një minutë mos zotri. Grekët, serbët e tjerë e tjerë. Fralla me mbretan. Po të flasin të gjithë. Nuk më rezulton. Do dërtoj një bisedë në bazë të argumenteve kur të ke tjetri të mund të kthej përgjigje. Nuk të sulmojmë o vlla po them. Dukat pasi më kritikove. Po nuk të sulmojmë. Katër veta që të flisin, edhe tu përgjigja. Prit dhe ti. Madje është një vlerësim gabimisht. Meksi vazhdo, lutem. Prit radhën.